Tani në këtë fazë që jemi nuk ka më favorit. Mendoj që 4 ekipet kanë shanset e barabarta për të fituar këtë trofe. Të 4 ekipet janë me merit që mendoj që Partizani apo Ignati apo gjitha ekipet kanë ato shanset e veta. Do të jetë sërish objektiv kryesor Kupa e Shqipërisë, por që se keni dy vite radhës që fitojnë të trofe? Tani normalisht që Kupa e Shqipërisë është një trofe i rëndësishëm, por mendoj që më rëndësishëm është i kampionatit. Jemi aty shumë të fokusuar, kështu që por pa lënë dhe Kupën e Shqipërisë sepse tek e fundit është trofe dhe normalisht gjithkush e do. Në bazë të shortit sfidojnë timit në Arena Deva. Diçka pozitive, negative apo nuk ndikon te ju? Jo, kjo s'ka më rëndësi. Rëndësishme është që bëjmë maksimumin të 2 ndeshjit, t'japim më të mirë, domethënë që pse jo ta zgjidhim që ndeshjen e parë. Ata një klub me investuar në të fundit. Fituar titullin kampion për edhe kupën. Mos do të jesh shumë i Oleksi që nuk e ngan dhe ndoshta në Kupat e Evropës presim një imazh më shumë, ndoshta pse jo dhe një pjesëmarrje në grupet e kompeticionit. Po, kjo është e vërtet, sepse ai është objektivi jonë, është tashmë na është bërë si një ëndër, sepse 2 vitet e fundit nuk është se kemi bërë mirë në Kupat e Evropës. Uroj dhe shpresojmë gjithë që këtë vit të jetë ai viti që ne të kapim grupet. Edhe personalisht, vedi, ndeshjet e fundit patur disa mungesa në fushë. Kam qenë i dëmtuar, po ka lënë i dëmtim, tani mendoj që për pak kohë do rikthehemi. Faleminderit.